biznesmenit kontrovers Ermal Beqiri, një nga personat e shumë kërkuar nga policia shqiptare dhe me një dosje të hapur në SPAK për aferën mega korruptive të Akshit. Nga ajo që kemi mundur të lexojmë, ai është ndaluar në aeroportin e Albertit në departamentin Som, pasi avioni që pilotonte ka kaluar mbi zonën e kufizuar pranë centralit bërthamor të Penlit në Normandi. Madje, jo vetëm kaq, por është thënë se në trupin e tij kishte një pajisje e cila mundsonte lokalizimin e tij. Tre pajisje, po domethënë kishte pajisje që ky person të gjurmohej. Tani ai është ndaluar, flitet për ekstradimin e tij, çështja është shumë delikate sepse akuzohet për spionazh, ndërkohë si mund ta sjellë në Shqipëri shteti francez një njerëz që mund të ketë pas atij fluturimi çështje shumë më të thella. Mendojnë që do të sillet në Shqipëri kaq shpejt? Mendoj që në radhë të parë kjo ishte këmbana e radhës e alarmit për sa i përket raportit të bashkëpunimit midis SPAK-ut dhe policisë. Me thënë fakti që ai ndodhej në Francë, ishte në kërkim ndërkombëtar, diçka në institucionet shqiptare qartësisht nuk ka funksionuar. Pra një që ndërkohë që ndodhej në Francë, kishte hapur dhe biznes në do me thënë historia është një gjallë i vërtet ndërkombëtar. E ka shkruar kolegu Basir Çollaku, thotë sipas regjistrit tregtar sloven, Ermal Beqiri e ka regjistruar firmën Fly Solution në 15 prill të 2026 me emrin e tij. Teorikisht thotë ai është shpallur në kërkim ndërkombëtar në 16 dhjetor 2025, pra 5 muaj para regjistrimit. Ka dhënë dhe adresën dhe e çuditshme domosdoshmë se si një njerëz në kërkim ndërkombëtar hap në mënyrë kaq kësaj të marrësh dhe një avion dhe të fluturosh me avion, duhet japësh kredencialet kush është ky njerëz që po fluturon dhe ku po shkon. Domethënë japësh emrin në gjithë shtetet që kanë shpallur në kërkim ndërkombëtar. Ose